ditën tjetër. Faleminderit. Zoti Avari, gjithmonë je shuar për fjalën tënde të drejtë për drejtë, prerë dhe si një punonjës policie, sigurisht që e ke edhe për fort zakonin ta bësh këtë gjë. Sot në pam një deklaratë të kryeministrit i cili deri diku shpjegoi se çfarë ishte besa, duke u mbështetur në 4 pika që lidhen me pikërisht me fjalën besa. Edhe deri diku është një farë justifikimi që Rama e bën shpesh kur gjendet në momente të vështira. Ai është lojtari i fjalës, por ndërkohë sheshi këtu vazhdon në ditën e 60 e ca. Si e shikon këtë situatë, këtë raport mes njerëzve dhe kryeministrit në veprimtarinë e tij dhe në zhargonin e tij të përditshëm? Po ai di një gjë mirë. Që ky popull e ka shitur votën edhe për një 50.000 lekë të vjetë. Edhe për një vend pune, për shumë vend pune. Dhe e di mirë. E di mirë që 60% minimale mund të jetë e majtë. Është trashëgim një varfëri ekstreme. Patjetër. Mungesë e shkollimit. Mund të them zyrtarisht që 60% e familjeve shqiptare janë me 9 klasë shkollë, produkti i dia. Kështu që nuk është punë se luam me fjalën, ai njeh situatën. Mjafton të kujtoj një rast shumë të rëndom, të turpshëm do thoshë, që shkojnë në Divër dhe ju tha atyre zonjave që burrat tuaj janë qyrik. Dhe su ngrit asnjë nga ato ti thoshte, kujt i thuat ti? Se janë zotrit tanë, janë burrat tanë, i kemi diva, kemi fëmijë, kemi në tu familje. Kush je ti maskara burr, ta ofendonin. Asnjëra të kundërt, ato qeshën. Ai mat pulsin. Dhe ato ta janë gjithë animals. E kanë kokë. Ashe si kafshë vërtet? Pas bet fjalë fare. Sepse sjelljet i bën ai me varësitë e tij. Le të kujtoj një moment se është i bukur. Në punët e mia, në ato kohët e vështira, goditje që merrja prej tyre, isha i papunë. Dhe i thash punojmë bashkë. Më tha nuk të duroj të karizmë. Dhe nuk rinë dot bashkë dy gjëra në tokë pleu. Të ngelemi miq. I thash miq jemi se miq ndihmojnë në nevojë. Si ishte punë karizme këtu? Karizma unë e kam personale. Çdo kundërshtim fjalë. Sigurisht, se s'murdhon edhe dot që shkra ligjit të shtetit. Dhe kur thot ai bes, nëse ka këtu njerëz që s'kam bes është ai. Po, në fakt ai e zbërtheu fjalën, tha besim, empati, shërbim, angazhim. Është mashtruesi i kalibrit ndërkombëtar, nuk ka shok të dytë, sigurisht ku gjen. Por këtë radhë, ai bën sikur s'ndodh asnjë. Po mund të them që është në ato situata të rënda, njësoj si një i dënuar me vdekje në Amerikë që pret karrigen elektrike dhe sa herë kalon ai roja oficeri para birutës së tij, ai thot më morën. Dhe ky është në këtë ankth të madh. Nuk flet dot gjumë natë, se u bën 2 muaj dhe kjo s'ka shans të ndaloj. Nuk diskutohet fare, derisa të zot. Pastaj shoh reagim në botë shtetëror, heshtje. Nuk e mbështet tjerë. Luam në kartra me ato që bëri që ndodhi me atë Emmanuel Macron, situata të cilat nuk e ndihmojnë. Në fundit është populli vet ai që ja ka dhënë mundësinë, ai abuzoi, gënjeu, si thua, i shtypi mbi këtë popull, mbi interesat e tij. Dhe sot bën një lloj kashilloku, minimalisht duhet bënë një burr, edhe gjendën këto situata, okay, njerëzit gabojnë, kanë ndodhur në vende të tjera, të paktën të mbyllet atje në Surrel, dhe të shkosh atje të shtrihesh në atë skafin atje të detë njën. E di ku pushon ai? Se gjenetike kjo, dhe tu ta di në opinionin. Nënë e tij kishte xhaxha spirokolekën. Po. Dhe ajo viti ishte spirokolekës. Dhe ky shkon në gen. Pra pushon në bllokun të gjakut ti. Patjetër. Se me zëm Berisha s'kishte në një gjë nga trashëgimia e tij nga Tropoja, kurse ky ka direkte. Nënë e tij, spirokolek, në antar byrës politike që ka qenë i fuqishëm byrë me Enver Hoxhën, ky pushon te vila e tij. E Dajos, që kanë nxjerrë edhe një kartolin këta, Daj Spiro, gëzuar vitin e ri, diku ishte i vogël. Është i pafajshëm për këtë gjë, por është në gen. Dhe në gen trashëgon dhe sjelljet e tij, që është një diktator, ai autokrat e shpak. Mendoj që ndërgjegjësimi i qytetarëve është më fort se egoizmi edhe le të themi deri diku është treguar din që ka arbut, më thënë drejtën. Në përcaktimet që i bën njerëzve këtu, duke konsideruar jo vetëm terrorist, por duke konsideruar korba jena. Ai nuk është arbut ajo, është një lloj si të them,
është delirant i nivelit lartë. Duket sikur s'ka lidhje me realitetin, në fakt. Absolutisht, po shkëputur sepse mjafton fakti që ai ndërton me miliona një kopsht Edeni aty, kthehet miliona vjet pas, tregon që ai s'ka lidhje fare me realitetin, me problemet e popullit, e njerëzve. Jeton ndërkohë, nëse është e vërtet histori e verës, që një gllënj verë që merr ai në gojë, kushton sa 2 fish i celularit të djaloshit nga Vlora, kur i tha që me çfarë ke bler celularin. Kështu që në këto kushte, jo vetëm kjo është një brutalitet, një sjellje e turpshme, e rëndomtë, qofse ne nuk jemi pjesë e 800.000, thot ai, sepse ai di shumë mirë që ato s'janë vota të gjitha, dhe janë vjedhur, janë të shkuar njerëz për të punë, dakord? Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë të shkuar njerëz për votat e vjedhura, në Durrës sidomos, jep dhe certifikata në një mënyrë për të mbyllur gojën, për mos folur, sepse ata si kanë për vetë, kanë patur një orientim në saj. Edhe kjo është edhe më e shumtuar, se kjo është edhe e dukshme, ne e dim shumë mirë që një pjesë e mirë ambasadorëve në Shqipëri janë deri diku të varur nga kryeministri, edhe për shkak të favoreve që u krijohen, jo me vila, jo me makina, jo me restorante, jo me shërbime, jo me rinovim të kontratës për... Po, i ka korruptuar. Po, deri diku i ka marrë, i ka të vetët. Megjithatë, unë desha një të di nga ty, duke u futur pak edhe tek fusha që ti e një mirë, që është siguria. Kaloi më në fund në Senatin Amerikan ajo se çfarë do të ndodh me krahun e diplomacisë në ambasadën amerikane në Tiranë. Mendojnë që, okay, unë kam lexuar pak dhe jam informuar që ai nuk vjen vetëm për Shqipërinë, vjen edhe për rajonin. Dihet që rajoni është një valvull që akoma zjen edhe mund të kthehet edhe në një për interesa, mund të kthehet edhe në një situatë jo të pëlqyeshme për Shqipërinë. E shef se ambasadori do të vendosë sa pikambi. Pa diskutim. Amerika gjithmonë ka qenë me ne, a? Shikoni, ka qenë gjithmonë në krahas. Pa diskutim. Tani të zgjerosh një histori, intervista jonë nuk marron shkon larg. Mjafton që njëri prej tyre që është Berisha, nga fillimi deri në fund, nuk pati asnjëherë marrëdhënie me Amerikën, me ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Komunistët kanë genat, por e di që nga Amerika ju vjen vdekja. Dhe Hoxha thoshte që imperializmi amerikan edhe një dhëm i vogël ti ngelet në gojë, ngelet i rrezikshëm. Tani, ardhi këtij ambasadori, e kaluar e tij është shumë, si thua, do thosha, e fuqishme, dhe i ka qenë niveli i lartë i drejtimit të forcave të armatosur amerikane. Ata kanë një prerje të fuqishme, të jashtëzakonshme, me ata nuk bëhet shaka dhe humor, siç bën ky, si fshataresk. Në ati nuk i shkon dot ky me atlete në zyrë, se nxjerrin për jashtë fishek, kanë rregullat e tyre. Ai ka ardhur me prioritet ka krim organizuar trafik droga, gjithë thonë që Shqipëria, ju e dini, një popull i varfër si ne, kartelet e drogës ndërkombëtare i kontrollojnë shqiptarët, në mos 100% i kontrollojnë, dakord. Ai vjen në një vend ku miliardat e popullit shqiptar të mjerimit kalojnë me vjedhje si rasti Beqira që arrestohet në Francë me avion personale dhe me kështjella të blera me gjakun e popullit shqiptar. Ai vjen i mirë i informuar për situatën në Shqipëri, ata ai ka një dosje përpara, dhe e ka lexuar sigurisht, është i përgatitur, dhe kur të vi, ai do fillojmë, jam i sigurt, që ai do fillojmë, si të thuash, në mënyrë serioze për të ndryshuar situatën e këtij populli, sepse shpeshherë ju e dini jem gazetare e vjetër dhe si të thuash e një mirë dhe politikën, ata thonë për popullin shqiptar gjithë e ndajnë politikën. Pikërisht, po. Kështu që ardhja e tij është një bonus, është një fat i madh për ne, për mua po një, shumë mendoj. Ka njerëz që dyshojnë për faktin që meqense ky mundi të korruptonte dhe Kushner, dhëndrin e presidentit, unë ju them se është zyrtar kjo, ai Kushner i ka krijuar probleme Donald Trump edhe në Amerikë, e kishte këshilltar largoj për këto gjëra. Ai tani nuk është se ra viktimë e këtij mashtruesit ton, se në fundit ata i din ligjet ndërkombëtare, rregullat, pronën private, të tjera që mund të vish ti të futesh në tokë botës, ky është një kryeminist, sot është, nëse nuk është. Ai tjetri që vjen nesër e zhbën atë ligjin. Sigurisht, se investimi do të bëhet dhe do ngelet. Kështu që ardhja e tij unë jam shumë optimist që do të vendosi pikat mbi. Si e parashikon fundin e qeverisë Rama? Se nuk është vetëm Rama, është i gjithë kabineti që është problem. Tani. Edhe është zëri
Ju i keni gati ato regjistrat e vjetra, ato vitet e vjetra kur ai bën deklaratë kur ishte në pozitë që do bëj këtë dhe do iki direkt nga pushteti në moment që do ngrihet populli e tjera, gjë që s'ndodhi. Tani aty ju bën 30 vjet në makinë, s'ka pagu njëherë karburant, s'ka pagu njëherë kafe, s'ka pagu njëherë në restorant, gjithë jetën ka ngënë qyl, dakor? Dhe thosë janë pak, janë benefice, janë privilegje që i merr nga populli, nga mjerimi, ju i dëgjohet sot në varfërinë ekstreme, që ajo zonja baba i saj s'kishte vënë spitali onkologjiku i smur me kancer. Këto janë me mira raste, dhe ky është jashtë realitetit. Patjetër, po. Kështu që ky është fundi pashmangshëm. Mos shikoni numrin që rritet. Nuk ka pasur rëndësi numri asnjëherë. S'ka lidhje sepse ato shumëzohen me 5 e me 10. Dhe ndërkohë ai është i praktiksuar. Për mua është i praktiksuar nga bota e qytetëruar. Edhe nga Meloni që ky i ulet në gjunjë, në ato sillet të çmendur sepse një burr shteti nuk bën veprime të tilla. Jam i bindur që ajo është vënë siklet kur ky bën ato veprime. As pak dinjitoze. Dhe të merri ti është burgu. Ne kam thënë mirë te televizioni juaj, ai ka burgu, ka pa Ilir Metër kur doli shpërfituar total. Metamorfozë, por zvendësohet bukur në Shqip shpërfytyrim. Ajo është transformim fytyre, janë kusuet që këta kanë bërë së bashku, mik të popull, martir, si të të lodhur, dhe ka të sigurt fundin. Ai vetëm bukur ka problem, atë ka. Okej, mbetet për të parë, por që se shtatori miq do të jetë në këtë shesh, duket se do të jetë edhe më voluminoz, për nga numri, njerëzit do të kthehen nga pushimet. Kush është ndërgjegjësuar? Do t'i bashkohet sheshit, do t'i bashkohet thirrjeve, do t'i bashkohet misionit që ka çdo qytetar për një jetë më të mirë, mbi të gjitha të mendojnë për veta, për asgjë tjetër. Kështu që me Mitatin do takohemi sërish. Nuk është dita as e fundit as e para, do të jetë. Mund të bëj një apel? Patjetër, Mitat, për të gjithë ata. Atëherë, ata që më dëgjojnë edhe më kanë dëgjuar sigurisht, po sonde jam i lumtur me anduhen sepse jemi mik të vjetër. Gjithashtu. Është një moment historik për të dhënë fund, përfundimisht, shtypjes të një kaste të vjetër, të zgjatur diktaturës, 82 vjeçare, jemi të fundit. E gjithë Evropa lindore është transferuar te Bashkimi Evropian, vetëm ne jemi. O sot, o kur. Shqiptarët mos rrinë më, unë se kam kohë të tepërt, kam dhe unë punë, ama viktu se kam detyrë, se mbylla do të në 90-ën, kur më arrestuar në parë. Këtë rast më arreston do të njeri, po e kam detyrë që të thresë edhe gjeneratën time të jenë këtu, brezin e ri, të ngrihen, mos tonë nesër që në Shqipëri së ndonë ignorantët. Janë 250 akademikë në botën e qytetëruar. Hajdeni të shporën ignorantët dhe vendosin Shqipëri në themele që të shkojmë atje ku në takon. Kaq, është shumë e thjeshtë. Faleminderit. Edhe unë juve. Okej, miq, ne shihemi.